Rreth 100 forca policie të Shkodrës, të ndihmuar edhe nga qenë gjurmues dhe forcat speciale Renea, janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar Aleksandr Esad Dushaj, 30 vjeç, për vrasjen e dy vëllezërve Skënder dhe Abdullah Shkami. Ngjarja e ndodhur në Drisht të Postripës. Ende mbeten të paqarta arsyet që kanë çuar deri te kjo vrasje. Në një anë, burimet policore bëjnë me dije se shkak i vrasjes ka qenë refuzimi i vëllezërve Shkami ndaj kërkesës së Aleksandr Dushaj, i njohur me emrin Esad, për të fejuar me njërin nga vajzat e familjes Shkami. Por një fakt i tillë mohohet nga të afërm të familjes Shkami dhe nga vetë banorët e zonës. Nga ana tjetër, burime policore tregojnë se është duke u punuar edhe në pistën e një konflikti çasti pak kohë më parë mes autorit dhe viktimave. Paqartësia e ngjarjes që çoi deri në ekzekutimin e dy vëllezërve ka vënë në vështirësi edhe grupin hetimor. Nga ana tjetër, me nisjen e rreshjeve të shiut bëhet edhe më e vështirë kapja dhe arrestimi i tij, pasi ai dyshohet se pas kryerjes së vrasjes është larguar në drejtim të bjeshkëve të Postribës, pasi mësohet se 30 vjeçari është njohur si miri i terrenit. Forcat e policisë kanë bërë rrethimin e zonës, por terreni i thyer malore bën të vështirë lokalizimin e të dyshuarit dhe arrestimin e tij. Sipas policisë, dyshuari i vrasjes është i armatosur dhe i rrezikshëm, prandaj është vënë edhe urdhri për të marrë masat e vetmbrojtjes.